Detyrimi për pajisjen me terminale POS-POI për të gjitha bizneset që operojnë me para në dorë, i cili hyn në fuqi nga 1 qershori, ka sjellë shqetësime të mëdha për operatorët e transportit publik. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas vlerëson se ky sistem në formën e propozuar është ekonomikisht i pazbatueshëm për shkak të strukturës së kostove bankare. Një bilet urbane kushton vetëm 40 lek, ndërsa tarifa fikse bankare për çdo transakcion arrin në 30 lek, pa llogaritur kështu komisionet përqindëse, dhe kostot e mirëmbajtjes së terminaleve. Nëse këto kostot do të përballohen nga qytetarët, çmimi i biletës rrezikon një rritje prej 75% duke e bërë atë në 70 lek. Përtej barrës financiare, operatorët shprehin shqetësim për realizueshmërinë logjistike të pagesave elektronike në autobusët urban, ku fluksi i lartë i pasagjerëve dhe koha e kufizuar në stacione do të ndikoheshin negativisht nga procedurat e ngadalta të pagesës me kartë. Për këtë arsye, përmes një letre drejtuar institucioneve qendrore dhe vendore, shoqata ka kërkuar sqarime mbi mundësinë e subvencionimit të kostove nga shteti, vendosjen e tavanëve për komisionet bankare, si dhe nevojën për një model të unifikuar elektronik pagesash që do të ishte më efikas se pajisjet individuale POS. Deri në zgjidhjen e këtyre paqartësive, sektori kërkon një periudhë tranzitore për të shmangur rëndimin e pasagjerëve dhe për të garantuar që modernizimi i pagesave të mos shndrohet në një pengesë financiare për shërbimin publik.